sadakatul fitri është ajo pasuri që i jepet në fund të muajit të madhreshëm të Ramazanit, e që është si pastrim për agjërimin për një kategori të caktuar që janë të varfënit. Fitra në gjuhën arabe është diçka që përfundon. Një kohë e diçkaja, ose e thojnë për shembull iftar që ka përfundu agjërimi. E ka marrë këtë emën për shkak se po përfundon muaji i Ramazanit. Zoti bën obligim në natën e Bajramit apo një natë apo dy para Bajramit lejohet më vonë të disa dietar. Kemi me folë edhe për dispozita. Për këtë arsye ka marrë këtë emën. Sadaka është e njohur, është fjalë që ose zakatul fitr është e njohur, është fjalë që e ka kuptimin e pastrimit, kuptimin e bujarisë, kuptimin e dërlirësisë e kështu me radhë. Dhe është dhënie, është kontribut. Po, dhënie kontribut dhe jepet për njerëz që janë të varfër, që edhe ata të gëzohen në ditën e Bajramit sikurse të pasnit.